Alba Story prezanton. Baba im e kishte një shprehje që përsëriste sa herë pinte kafe në darkë. Shtëpia pa grua mordial është si stani pa qen, të hyn ujqerit e të hanë të gjallë. E pra, me atë mendje, para 5 vitesh, ai e gjeti atë për të ruajtur shtëpinë tonë, vetëm se nuk e llogariti që aty brenda jetoja edhe unë. Një djalë që aso kohe isha 20 vjeç, e sot i kam mbushur plot 25. Për ta vënë në vijë këtë histori, duhet ta dini pak si ishte puna jonë. Plaku im është 55 vjeç, shofer kamioni nga ata që bëjnë rrugë të gjata. Niset të hënën, kthehet të premten, nga njëherë ngec nëpër dogana me ditë të tëra. Kur solli në shtëpi, gruan e tij të re më tha që për respekt duhet ta thërrisja nën. Ajo ishte 40 vjeçe, tani ka kapur te 45-tat. Nuk bën ndonjë dasëm të madhe, thjesht një darkë me ca kushrënjë dhe të nesërmen ajo po lante xhamat e dritareve sikur të kishte lindur në atë shtëpi. Tani kur dëgjoni fjalen gruaja e babait, mos t'ju shkoj mendja tek ato përrallat me shtriga. Jo as pak. Ajo ishte një grua e bukur, e shkathet, praktike, nga ata që nuk u përton të puneve. E mban të shtëpinë dritë, por nga ana tjetër e kishte gjuhën brisk. Me mua nuk u soll asnjëherë si nën, se fundja çfarë nëne mund të më bëhej mua, një grua që ishte vetëm 20 vite më e madhe se unë. Unë e shihja si një motër të madhe, ose me sakt si një qira xhesh e me të cilën me duhet të ndaja shtëpinë, televizorin dhe të nxerret. Për vite me radhë, marrëdhënia jonë ishte thjesht një ping-pong thumbimesh dhe ironish. Unë isha pak dembel, nga këta të rinjt që rrin gjithë ditën kafeneve ose merren me ndonjë punë krahu sa për të nxjerrë ca lek. Kur kthehesha në shtëpi, gjithmonë e gjeja duke bërë diçka. Ngriji ato këmbë nga tapeti se do fshi pluhrat, me thoshte ajo teksa kalonte me fshes. Fshi rrotull meje, ja ktheja unë i shtrirë në divan. Jam kthyer në dollap të shtëpisë dhe nuk lëviz dot, i thosha. Ajo qeshte me inat e ma përplaste fshesën të kepucet. Ti e dollapi prishur, asnjë punë s'te vjen dorësh, më thoshte. Kështu shkonin ditët. Flirtimi mes nesh nuk ishte nga ato fjalë të ëmbla e me lajka. Ishte fiks kjo lloj ironie. Me shante lehtë dhe e shaja. Me thoshte i pa aft, e unë i thosha, ti e grua plak. Ne jetonim në një shtëpi të vjetër në periferi, ku muret ishin të holla dhe veres nuk rrihej nga vapa. Dhe fiks aty dua të dal. Ishte mesi i qeshorit, një nga ato ditet kur termometri shënonte 40 gradë dhe as mizat nuk kishin fuqi të fluturonin. Plaku im kishte mbetur në dogan në Kakavi. Kondicioneri ynë i vjetër i shtëpisë kishte dhënë shpirë 2 ditë më parë dhe mjeshtri që tha se do të vinte, sigurisht që nuk erdhi kurrë. Në shtëpi bënte një vap mbytëse. Ajo po gatuante speca të mbushur në kuzhinë. Kush e ka provuar të pjek speca në mes të qeshorit pa kondicioner, e di mirë se çfarë ferri është. Shtëpia vinte e gjithë era hudhër, qep të skuqur dhe spes të djegur. Nuk vinte erë parfumi as erë trëndofili, vetëm era gjellë dhe vap që të zinte frymen.
Ajo I kishte kapur flokët të puz lart me një kapse plastike. Mbante veshur një fustan të thjesht pambuku, me lulet e vogla dhe një përparse kuzhine që ishte bërë me njolla salce. Në atë zhek të ditës, teksa po pushoja, dëgjoj një të bërtitur nga kuzhina. E djalli e mori këtë shpell, asgjë nuk punon këtu në këtë shtëpi. Shkoj ta shoh çfarë kishte ndodhur, dhe sifoni I lavamanit kishte plasur dhe I gjithë uji I pisët, bashkë me mbetjet e urizit dhe salcës, po derdhej mbi pllakat e vjetra të kuzhinës. Çfarë bëre kështu moj? I thash, duke u mbështetur tek pragu I derës e duke qeshur. Mos qesh si budalla, por shko merr çelsin anglez atje te kova e babait tënd, se u bë det këtu, ma ktheu ajo, duke fshir djerset e ballit me duart që I kishte me vaj. Shkova mora veglat, hoqa bluzen, që po mbyteshan nga nxehtësia dhe u futa ashtu poshtë banakut të kuzhinës. Pllakat ishin të ftohta, por vendi poshtë lavamanit ishte I ngushtë. Vinte erë lagështire e detergjent enësh të lirë dhe ujë të ndenjur. Unë po mundohesha të liroja atë tubin plastik që kishte ngrirë nga koha. Ajo po rrinte në këmbë fiks afër meje, duke me kaluar herë një kaçavid e herë një rreck për të fshir ujin. Nga aty poshtë shihja vetëm këmbën e saj me nallane plastike. A nuk e rregullon dot, me tha me atë tonin e saj ngacmues. Babai yt do ta kishte zgjidhur për 2 minuta këtë punë. Po të ishte babai im I Zoti, s'do blinte lavaman të tregu I përdorur. Ja ktheva unë, duke sharë në përdhem, sepse tubi s'po lëviste. Dhe me qëra fjala, ti për leket e ti erdhe në këtë shtëpi, kështu që duroj tubat e prishur tani, ja ktheva. Ajo me gjuhët I lehtë me majën e nallanes tek pulpa këmbës sime, jo me inat, po me atë ngacmimin ton të zakonshëm. Si e I Zoti për asgjë, tha ajo, as që I ke iden pse erdha unë në këtë shtëpi. Ula çelsin anglez për një sekond, frazat e saj nga një herë kishin një si lloj grepi brenda që të bënin të mendoheshe, por nuk e zgjata. U futa prap me forcë për t'i dhënë rrotullimin e fundit atij tubi, dhe fiks kur u lirua, një rake e vogël uji I ndotur mëra fiks tek unë. S'jam për këto punë, bërtita. Lëshova tubin dhe u mundove të dilja mbrapsht me shpejtësinë nga hapësira ngushtë e banakut, por duke mos e llogaritur mirë, ngrita kokën shpejt dhe I rash derës e hapur të dollapit të poshtëm. U thash dhe vura dorën e kokë, aty tek balli. Përfundova I ulur këmbë kryq mbi pllakat e lagura të kuzhinës me ujë të ndotur e me ujin e lavamanit që po më rrithte nga krahrori e me ballin që më dhimbste. Ajo në fillim ja dha një të qeshurat e madhe, nga ata të qeshurat e sinqerta që të bëjnë me nerva. Por kur pa që unë ngela ashtu, e kuptoj që I kisha vrar ballin vërtet. Lëshoj rreckën nga dora dhe ul galeç fiks përballë meje. Në atë moment dëgjohej vetëm qeni I komshiut që po lehte jashtë, zhurma e televizorit që ishte ndezur tek dhoma andenjes tek edicioni I lajmeve dhe një blet që vërtitej rreth llampës së kuzhinës. Ajo ofrua aq shumë sa u deshte ulej mbi gjunjën e pllakat të lagura, me kapi kokën me të dyja duart. Duart e saj mbanin erë shampon enësh dhe pak spes të pjekur. Nuk ishin duar me manikyr, ishin duar gruaje punëtore. Si e mirë ti, desh e çave ballin, përshpëriti ajo. Gishtat e saj filluan të preknin lehtë vendin në ballin tim ku isha vrar. Unë nuk I ktheva përgjigje, kisha ngrirë. Të dy ishim në të njëjtën lartësi,
ullur në dyshemena ati Baterdila Vërmani. Distanca mes nesh ishte bërë 0. Unë e kisha shikimin fiks tek një njollë salce që kishte tek përparsja e saj. Kisha një siklet e madh brenda vetes, nuk dija nga t'i çoja syt, sepse nëse do ta shihja atë, e dija që ai kufiri i hekurt i ironis që kishim mbajtur për 5 vite do të krisej. Atë dhem shumë, pyeti ajo sërish, dhe kësaj radhe, zëri i saj e kishte humbur tonin urdhërues apo ngacmues. Kishte një zë të ulët, gati të mekur, nga ato zërat që një grua e nxjerr vetëm kur është në siklet. Unë ngrita shikimin. Nuk ishte shikime të thellë filmash, kishte vetëm 2 njerëz në një ditë të rëndomt, të lodhur nga vapa, të lodhur nga jeta e fshatit dhe ndoshta pa ditur, të lodhur edhe nga loja që po luanim me njëri tjetrin për vite me radhë. Jo, i thash, jo aq sa fjalët e tua, ja ktheva gjysmë me shaka por nuk qesha. Ajo e mbajti dorën tek faqja ime, me vështroi e nuk i largoi syt. Kuptova që gjitha ajo mburoi armiqësie, gjitha ato fjalë të rënda, e zënka të përditshme, pas kanë qenë thjesht një justifikim që kishim krijuar të dy për t'i ikur këtij momenti që do të ndodhte tani. Kur jeton me dike aq gjatë, kur gjërat e përditshmërisë bëhen rutinë, nganjëherë tjetërsohesh pa kuptuar. As që e mendova dhe ajo as që e mendoi. Doli jashtë logjike apo arsyeja që t'i jepja vetes në atë sekond. Thjesht unë u zgjata pak përpara. Ishte një lëvizje ngathet nga ana ime pa asnjë stil, sepse kisha frikë mos ajo ma plaste një shuplak aty në moment. Por ajo nuk lëvizi, mbylli syt kur fytyra ime u ofrua. Nëse doni të ndjegjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, bëjini subscribe.